Dhuna në familje vazhdon të mbetet themi një plagë e shoqërisë tonë, pra ka shumë raste të cilat përfundojnë në mënyrën më të keqe të mundshme, pra shumë burra ja u marrin jetën bashkëshorteve të tyre. Pse po ndodh kjo, pra edhe pas kaq shumë vitesh pas luftës, është ndoshta si themi dështim institucional për t'i ofruar mbrojtje grave, mbrojtje të duhur, apo ka të bëj kjo edhe me aspektet të tjera si sociale dhe ekonomike? Mendoj që institucionet nëse me një sektor kanë punu shumë, kanë punu tek sektori mbrojtjes nga dhuna në familje. E maj menë situatën në vitin 2018, kur kam pranu mandatin e koordinatorit nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje. Statistikat kanë qenë që në Kosovë do dhe ndikon mesatarisht 700-800 raste të raportuara të dhunës në familje. Në një periudhë 2 vjeçare ne patëm mobilizu krejt segmentet e shtetit me punun këtë fushë, sepse në atë kona duke një numër shumë i madhë, shifrat 800, po ndërkohë merrnim informacionet shumëta që nuk po raportohet dhuna në familje, sepse gjendja reale është shumë e rëndë se sa ajo që tregojnë statistikat. Dhe ka qenë një përpjekje e jashtëzakonshme bashkë me shoqërinë civile që kanë bënë punë tepër të mirë në atë periudhë kohore, edhe me institucionet dhe me atë grupin që unë e kam udhëhequr në atë periudhë kohore, që ne me punu në shumë drejtime. Edhe në ngritjet vetdijes, që rastet duhet më raportu, por dhe ngritjen e vetdijes tek institucionet që dhuna në familje është dukuri e cila duhet më luftu me çdo mjet, edhe në ndryshim të legjislacionit, sepse në atë periudhë kohore u ndryshu kushtetuta, u vendos konventa e Stambollit si pjesë e kushtetutës në vitin 2019, u ndryshu kodi penal, u vendos dhuna në familje pjesë e kodit penal, nëse zgaboj 248 është i kodit kalum, po edhe në ndërtimin e mekanizmave për parandalimin e dhunës familje që ishin mekanizmat lokal, ku merrnin pjesë gjyqësori, prokuroria, policia, komuna, qendrat për punë sociale, strehimoret, krejt institucionet, pra krejt autoritetet, me qëllim që me parandalu dhunën familje. Çka ndodhi? Ndodhi që mund të konstatoj ka pas rritje dhe ngritjet vetdijes, po ka pas edhe ngritjet rasteve të dhunës të raportuar. A janë trajtuar edhe rastet seriozisht, pra sepse ka pasur pastaj edhe shumë rrëfime qoftë të familjarëve të ndryshëm për vrasjet e tyre që shpesh herë nuk janë marrë edhe me seriozitet nga institucionet? Mendoj që çdo herë institucionet e kanë kryer punën mirë, edhe gjithmonë kur rastet e raportuara të dhunës përfundojnë me fatalitet, ka përgjegjësi shteti. Këtu nuk ka dilemë. Mund të jetë në rast specifik, por në përgjithësi ndodh. Por ajo çka tregoj rritja e numrit duhet e kalu 2500 raste në vit, tregon që dhuna është shumë prezente dhe ne duhet punojmë me rrit vetdijen qysh në fëmijërinë e hershëm, qysh tek bankat shkollore, se dhuna në familje është vepër penale, është ndaluar, është... Pra edhe përkundër ligjit dhe gjitha tjerave rastet janë duke u rritur. Vërtet po dhe është shqetësuese, dhe nuk e di, nështë duhet një analizë, një vlerësim... Nështë edhe në aspektin social dhe ekonomik, si që thash më herët ju vetëm... Ju e dini rastin e pandemisë, sa ke rritë numri rastet dhunës familje, sepse përveç një pasigurie që shkaktojnë përgjësi të qytetarët, izolimi e banit veten, aspekti social, vështërësit njët, qëndrimi bashkë, mërena shpis në periuda më të gjata, bani që numri rasteve dhunës në familje në atë periudë më rritë. O menoj që autoritetet duhet me izbatu ligjin në mënyrë të plotë në këtë fushë, sepse çdo lëshim ka pas pasoja. Sa herë ka pas lëshime të autoriteteve, pasojat kanë qenë jo vetëm në atë që është dam, ose quajmë pasojat edhe në jetën e njerëzve, po ka pas pasoja edhe vetë tek organet përgjegjëse, sepse masat janë marrë ndaj personave përgjegjës, po jo të hierarkisë lartë. Nuk kemi pas në Kosovë asnjëherë marrje të përgjegjësisë nga niveli politik ose i udhëheqjes së institucioneve. Gjithmonë janë gjetë nivelet më të ulta, ata që e kanë kontaktin e parë, pra që punojnë ma shumë edhe realisht por edhe institucionet e drejtësisë, pra mos të harrojmë që shpesh prej tyre janë liruar, pra prej këtyre dhunuzve dhe pastaj është përsëritur vepra, ndoshta tani me një presion më të madh publik e mediatik raste të tilla po përfundojmë pra me
me dënime? Mira që nuk është kjo dukuri e përgjithshme, është që themi përjashtim, nga se na mujme po që ka pas një politikë të sankcionimit pak më ndryshe kohëve të fundit. Janë vendos disa standarde që edhe në zbatim të atyre që quhen procedura standarde të veprimit, sepse nëse shohim në përgjithësi rastet ku ka dështu shteti edhe me institucionet me dhënë mbrojtje grave janë vlerësimi i rrezikut. Këtu kanë gabu. Dhe në momentin kur ti gabon vlerësim të rrezikut, masanej natyrisht gabon edhe në diagnozën, gabon në marrjen e masave që duhet mi marrë për këtë rast.